Faleminderit zoti Blushi. Grupi Parlamentar i Partisë Demokratike me kryetar zotin Gazmend Bardhi, doni fjalën zoti Bardhi? Okej. Grupi Parlamentar i Partisë Socialiste me kryetarin zoti Taulan Balla, fjala për zotin Balla. Zoti kryetari i Kuvendit, nderuar kolegë deputet, vit të mbar, edhe pse është një vit i ri, sesion i ri, shohim prap zakonin e vjetër, me shpresën që koha do t'ju bëjë të reflektoni. Kuvendi i Shqipërisë sot mblidhet në këtë sesion të dytë në një moment të jetë pozitiv dhe krenarie në arenën ndërkombëtare për Shqipërinë, e cila sapo është ftuar të marrë një tjetër rol të pa imagjinueshëm pak vite më parë për Shqipërinë tonë, sikurse është ftesa e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili e ka ftuar personalisht kryeministrin Edi Rama dhe përmes tij Republikën e Shqipërisë t'i bashkohet një organizmi të ri ndërkombëtar, të quajtur Bordi i Paqes, në cilësinë e vendit antar themelues. Do të vlerësoja maksimalisht që dhe Partia Demokratike, apo ajo që ka mbetur nga dikur Partia Demokratike, ta vlerësoj këtë moment të rëndësishëm për Shqipërinë. Fatkeqësisht, edhe për ngjarje të tilla me peshë të madhe, krejt të veçanta për Shqipërinë tonë, për bashkët, e cila është e vogël gjeostrategjikisht ndoshta, por është e madhe sa i përket këtij roli të rëndësishëm që sapo merr, edhe ndaj këtij lajmi të mirë për Shqipërinë, për emrin e Shqipërisë, për emrin e shqiptarëve kudo nëpër botë, u ngret përsëri armata e qyqarëve, të cilët që nga e shtuna ndark filluan të bërtasin, të kërthasin. Në fillim thanë që s'ka ftesë. Ku është ftesa? Na jepni ftesën. Duam ftesën. Pastaj, kur doli ftesa, thanë që janë të gjitha vendet antare të OKB-s. Pastaj më e bukura ishte se na thanë se ftesa është e njëjtë edhe për presidentin e Argentinës Milei, edhe për presidentin e Paraguajt Peña. Pastaj thanë që ftesa duhet e personalizuar, edhe pse aty gabuan, duke ju kujtuar që qoftë presidenti Milei apo presidenti Peña janë dy ndërmiqt më të afërt presidentit amerikan Trump në Amerikën Jugore, sikurse për fatin e mirë të shqiptarëve është edhe kryeministri Edi Rama në Ballkanin Perëndimor. E nuk është fare rastësi që nuk janë asnjëri prej kryeministrave apo presidentëve të tjerë të Ballkanit Perëndimor, është vetëm kryeministri Rama, sikurse janë dhe dy miq të tjerë, kryeministri Mitsotakis apo presidenti Erdogan. Situata degradoi në kampin e qyqarëve, ku me porosi të bufit të gjitha qyqet filluan të dalin në për televizione, ai sa u detyrua dhe trampisti më i përbetuar, Tritan Sheu, të dalin në televizionin e Zenit që smerr do të vizë amerikane dhe të na shaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E vërteta është shumë e thjeshtë. Sa i përket kësaj çështje, nuk jemi vetëm pse jemi vend antar i NATO-s, as pse kemi rëndësi gjeostrategjike, por se Edi Rama është një partner i besueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto janë disa çështje që do doja t'i thoja në parantezë. Sa i përket objektivave, dëgjojeni mirë. Kohë për të humbur me ju, ne kemi zero, që ta dini mirë, edhe nguliteni mirë këtu. Doni të vini të bëjmë reformën administrative territoriale, jeni të mirë pritur. Nëse deri javën e ardhshme nuk paraqiteni në komision, ne do të bëjmë ndryshimin e vendimit
sepse ju po shkelni në mënyrë të njëanshme. Doni të vini të bëjmë reformën zgjedhore, jeni të mirëpritur deri javën e ardhshme. Nëse nuk vini deri javën e ardhshme, në 2014 e kemi bërë dhe pa ju reformën administrative territoriale. Në 2020 e kemi bërë dhe pa ju reformën zgjedhore. Ne juftojmë 3 gjëra mbajni mirë në mend. Zgjedhjet e ardhshme lokale janë diku në mes 15 prillit dhe 15 maj 2027. Zgjedhjet e përgjithshme janë diku mes 15 prillit dhe 15 maj 2029. Këto ëndrat në diell shko thuja atyre krushve tashin orën 6, se me ne ke mbaruar punë, ti edhe qyqarët që të vinë nga mbrapa. Zoti kryetar, kalojmë votim. Faleminderit. Kalojmë votim elektronik të 2 projekt vendime sipas kërkesës kryetarit të grupit parlamentar Partisë Socialiste për ndryshime në anëtarësinë në komisionet të përhershme. Hapim votimin me elektronik për prezencën. Mbyllim votimin për prezencën. 81 deputet prezent. Projekt vendimi për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e kuvendit numër 64, datë 24/9/2025, për caktimin e përbërjes komisionet të përhershme të kuvendit. Pika 1 e vendimit shtohet dhe ndryshohet si mposhtë. Deputeti Eriona Ismaili largohet si anëtare përhershme në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale. Deputeti Aulona Bylyk Bashi largohet si anëtare përhershme në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike. Deputeti Ani Dyrmishi largohet si anëtar i përhershëm në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike. Deputeti Sajmira Salla caktohet anëtar i përhershëm në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, duke u larguar si anëtar zëvendësues. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim me elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 79 vota pro, 0 abstenime, 2 vota kundër. Projekt vendimi miratohet. Kalojmë te projekt vendimi i dytë. Projekt vendimi për një shtesë dhe ndryshim në vendimin numër 65, datë 24/9/2025, për caktimin e anëtarëve zëvendësues në përbërjen e komisionet të përhershme të kuvendit. Pika 1 e vendimit shtohet dhe ndryshon si më poshtë. Deputeti Agron Gaxho caktohet anëtar zëvendësues në Komisionin për Çështjet e Brendshme dhe Mbrojtjen. Deputeti Sajmira Salla largohet si anëtar zëvendësues në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit, një votim elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 81 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Këtu seanca mbyllet, seanca radhës do të njoftohet. Faleminderit.